djalë i ri me ambicie të mëdha. 18 vjeç, por me karrierë të bujshme, këngët e të cilit bën virale. E kemi fjallën për Drin Bejta, i ftuar në Zoom, ai tregon më shumë për kontaktin e tij të parë me muzikën. Kur e regjistrova në shkollë të mesme, ja nësën të i spjegu të mësime, një arë mu kam dukë që mësime pa lidhje, nuk kam po sens kur gjo. Po tu e po, tu i mësu dhe senet që shumica një njëri pa shkollë muzikës së shumë nuk i den, apo den. Që aty e kom po që muzika ka sens shumë, edhe shumë prek në telat shpirtit, apo den. Është në gjendje më të ndru ty e disponimin. Nuk esh bo për ty. Karrierën në mënyrë profesionale ka startuar 3 vite më parë, pra kur ishte vetëm 15 vjeç. E madje bohën faktin që rrjetet sociale kanë ndihmuar që të depërtoj më lehtë, duke ditë impaktin që ato kanë tek njerëzit. Besëm që si kam qef me shumë a shumë. So kam kapacitet, une për veti po folje. Nuk e dit ashtirë që shma më lirësojnë, ama kisha mujt me mrit shumë a shumë, mës ti kisha vo të gabimet, pak kujdesis dhe sana. Kisha mujt alo ma shumë, po nuk është keq. Të rrjetet sociale po nalëm. është do me konë shumë aktiv se që jam. Edhe pse apet nuk jam shumë aktiv në rrjetet sociale, nuk di shka me postuaj. Di, ama dyqysh më duke që shumë tani, shumë sene private të me qida aty, kam qef që mi mojt pak nga të vetit. Nuk është mi shpalus komplet. Edhe ta kapi këtë pjesë me i da gjonat, ka me shku rrjetet sociale jam me konë off. E kur jemi te klikimet në rrjet për emisionin Zoom, ai rrëfen momentin e plasimit të coverit të parë. Coverin e parë kër e kom qitë, të isha i merë 1.000 views ajo. O kondi konë vonë, 12 natës, o vëç hinë TikTok rasisht, followersa, komente, shikime dhe nuk unalëshin në stop. Edhe kër e poshtë i ka shku gati rrëth të 800.000, që jo konë lë të thojë një ta tarifës. Mejta, unë e diqysh, as disha a me kesh, a me kajt, a me shku në studio, me provu nga isha ma 3. Diqysh vëq mejta dhe vëq këqërsha. Muna isha me analizu shka bona, qysh bona. Edhe ka ecë, se kom prit. Se edhe dytin se kom prit që shkan. Se dhe isha jo i pari dhe isha ajt një herë. A beden fati. Edhe i dyti ish eci. U knaqa, besëm që u knaqa, se thash, që tash janë isa një morë dhe ova që si ku morë më herët. Trejtin kër e kom qita, kom finalja. A ka pasur për kraje Bejta nga artistët që ua ka kënduar këngët? Për krajen nuk e di, nashti edhe kom pas, mës të kam këtë shkuptime, po nuk i kom pa. Kom pa që Gili më ka komentu e falenderoj shumë. Më ka komentu edhe artista tjerë, Andrea bële është një tiktoker, që bangë që ke të ferma. Edhe i më ka përkrosh shumë, i falenderoj edhe ato. Tani është koha që ata ngasmojnë pak me pyetje më pikante. A ka konkurencë në tregun muzikor? Thënë më shkurt çka mendon Drini për kolegët e tij nga Ferizaj, Getinjo Mozik e Dyton. Po, konkurenca është mos të folëm. Janë në sendin të më thonë nuk talëshojnë venin, po foli për top artista, se normal. Muzika është treg, dhe zoj me hupa ta tregin e tyne me rreziku të anë. Amo herë do kur ka me ndodhë, dhe unë ka me konë një opit top artista, besoj dhe shpresoj. Nuk kam shumë komente kjo pjesë. Ka konkurencë? Po. Që shiki raportet me artistat e Ferizaj? Muzikën, Getinjo, Dyton? Halo nuk më karo me i taku. Shumë kësha po të sharë me i taku. Pse jo, pse mësë me pas një kontakt me ta, se janë artistat të vaj. Ama, na ashtë edhe bëhet mu taku në jarë me ta, nuk i dijet.
Drini është nga ata artistë që punon vazhdimisht për me siguru një vend të merituar në estradë. Nuk jep shumë detaje konkrete për historitë e radhës, po për në Zoom ka zbuluar se së shpejti vjen me një album. Jena gati për me bo një album, kismat për qëtë verë, po nuk i dijet, kur del, kur e ka plan me dal, besom që si dijet, nashtë mënët edhe nesër kejt me dal, nashtë i del, as heq për qëtë verë. Për ndryshe, Drini është pjesë e RGB Entertainment. Sa i ka ndihmuar ky label që Bejta të ndihet rehat në aspektin profesional. Shumë ka rëndësi, se ta jopi një farë inspirimi që ju të gjdo kush, ju të gjdo person e gjonë qatë inspirim, qatë ndjenë që të bojnë muni si ata, nuk ta na shkallojnë, edhe pësë unë jam maj reo aty, maj reo jam, dy që është dogna si kur thmita ata, ama janë shumë të fort, edhe janë shumë djemë të edukum, shqyqër që i kam. Se më kanë mësu shumë sene që unë jam qëtash ku jam, edhe folë tyne.